Përshëndetje të gjithë, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Unë jam çuar edhe bëra një dush se kisha flokun shumë keq dhe po nuk e arrita dot t'i thaja komplet se më kanë ardhur njerëz nga që është dita balonave sot edhe kanë ardhur kushurinë të burrit që të ngren balonat përballë shtëpisë këtu me fëmijët. Dhe jam tepër vonë, po më presin mua, kështu që thash t'ju merja edhe juve me vete, t'ju tregoj se çfarë do bëjmë sot. E ngritëm dhe balonën, edhe tani do vemi të ham në një tavernë, nuk e di akoma se kemi vendosur se ku, por do dalim që të ham. Sot është dhe dita që hajnë këto gjërat e detit, peshk, frutat e detit, diçka të tilla, gjëra të tilla. Kështu që dhe ne do dalim që të ham. Shtëpia ime është e rëmuar se kanë qenë fëmijët e kanë luajtur. Tani ika se jam shumë. Mirëmëngjesi nga tjetër ditë e këtij vlogu. Unë dje nuk kam filmuar se nuk e di, nuk kisha fare motivim edhe koha vetëm shi, kështu që nuk dija çfarë të filmoja. Kështu që e lash pushim. Tani jam çuar edhe hëngra pak mëngjesin, po pi dhe kafen dhe më erdhi dhe posta tani nga Temu. Ua kam thënë pak a shumë se qa kisha porositur, po ua tregoj me qenë se më erdhi sot ditën e vlogut. Nuk e kam hapur as vetë tani bash. Gjëja e parë që kam marrë është kjo, vendoset në mur dhe varet gjëra. Por unë nuk e pas kam parë atje që kjo qenë kam me të shpor murin. Po unë nuk dua që ta shpoj murin e shtëpisë që ta bëj keq, mendova se ishte me ngjitje dhe rri pak a shumë kështu. Kështu, prisni. Kështu dhe varet çanta, varen xhiboksa tani që është ftohtë, edhe doja për të dhënë me Ailës që të hiqja atë. Po kjo që ka me këtë pjesën këtu, kështu që nuk e di se çfarë do bëj. Tjetër gjë i kam marrë dhe Ailës. Këtë pemën ishte shumë e lira. Më duket se ka qenë deri tek 2 euro, jo më shumë. Dhe është me numra. Është me numra, është kjo pema me mod. Aila në këto faza është tek shkolla që mëson numrat, ka mësuar kafshët, edhe pse ne ja kemi mësuar pak më shpejt, sidoqoftë ta ketë diçka që të kaloj kohën, që mos të kërkoj televizor apo këto kështu. Televizorin, se vetëm televizorin ndonjëherë i ndezim. Kështu, këto të dyja kisha marrë. Dje vajta bëra dhe thonjt, ja se i kam bërë. I bëra të thjesht këtë rast, sepse ajo kafja mu mërzit shumë. Kështu që këtë jetudje do t'i bëj kaq të shkurtër si gjithmonë edhe kështu të thjesht në këto ujëra. Sot e kisha për të vajtur edhe në supermarket se më kanë mbaruar goxha gjëra, këto që konsumojmë çdo ditë, po burri iku në spital për të bërë disa analiza, kështu që e lam, nuk e di nesër ose sot pas dite, por nuk duhet vetëm me Ailën se kërkon shumë ëmbëlsira, shumë gjëra që nuk duhet që t'i haj edhe prandaj dhe nuk duhet që të shkoj. Por do të gjejmë një zgjidhje, do shohim. Ose të shkoj burri vetë të blej disa çfarë nevojitem për sot, të shohim.
Tani kam për të rregulluar kuzhinën, kam për të hequr dhe çarçafët e krevatit të dhomës time, edhe për t'i dhënë një fshirje shtëpisë. Këto, se punët e tjera i kam mbaruar. Po kam dhe për të larë dhe rroba, edhe kështu. Nuk ju kam thënë se si ja kaluam ditën e balonave. Këtu është edhe një fest tjetër, e cila fëmijët kanë pushim, është festa e hëna e mirë, i thonë këtu, po ta përkthesh me fjalë, dhe është që dhe konsumohen vetëm fruta deti edhe peshk, këto gjëra, jo misha të tjera kështu. Ne vjet e kemi bërë në shtëpi, gatuam në shtëpi, po shumë rëmuj edhe argjim i kohës duke gatuar, duke pritur të bëhen të gjitha. Që këtë vit vendosëm të shkonim në një lokal me kushurinë të burrit. Vajtëm, u kënaqëm goxha, po thjesht u stresuam pak nga fëmijët se aty ishte në buzë të detit e është bordur, edhe është deti poshtë. Edhe ne kemi fëmijët afërsisht në një moshë, edhe venin edhe afroheshin dhe kishim merak se mos binin, edhe më shumë kohë kaluam duke ruajtur fëmijët. Po gjithsesi në përgjithësi ja kaluam mirë, edhe këtu ngritëm balonat, ja kaluam goxha mirë. Balona jonë u thye, si çdo vit, vajtë morëm një balon tjetër, sa për të kënaqur Ailën. Kështu ja kaluam. Pastaj pas dite erdhëm në shtëpi, filloi të prishej dhe koha, edhe kur prishet koha nuk ka dhe shumë dritë, edhe nuk kem dhe motivin që të filmosh, apo kur rri kot nuk di dhe çfarë të filmosh. Kështu që unë luajta pak me Ailën, unë mora më shumë me Ailën atë ditë, se ishte edhe për në të nesërme në shkollë. Ndërsa dje, më shumë kam kaluar kohë me kushurinën e burrit, kishte ajo disa punë, ika me të, shkuam dhe pak te kofshti Ailës se donte të regjistronte vajzën, se kam filluar regjistrimit dhe Aila në fakt në këtë është, më duket se quhet çerdhe, edhe vitin tjetër duhet të vej në Kopësht dhe e regjistruam. Javën e kaluar jemi marrë vetëm me këtë gjë, me regjistrimin e Ailës në Kopësht, se doni shumë dokumenta nga unë, shumë dokumenta nga burri, edhe me atë jemi marrë. Duan dokumente edhe nga doktori fëmijës, që të shikojnë se si është fëmija, nuk e di, japin ata një letër. Kështu ja kemi kaluar, të paktën këtë javë. Se kisha kohë që nuk bëja dhe vlog, kam gati që në datën 7 që bëj vlog, pastaj nuk kam bërë më. Nuk u kam treguar dhe çfarë bëra për 8 mars, nuk kisha asnjë plan në fakt, dhe nuk është se kisha dhe shumë dëshirë që të dilja, nuk është se e kam me shumë qejf që të festoj. Por më tha kushurira e burrit që të venim bashkë me disa shoqe të saja tek një lokal që kishte muzikë live në darkë. Unë rregullova dhe Ailën, e vendosa në gjumë të gjitha, edhe ika, ja kalua mirë, goxha mirë. Gjëja që nuk më pëlqeu ishte se këngëtarët nuk bën as 5 minuta pushim. Do me thënë, mbaronte njëri, fillonte tjetri direkt, dhe nuk ishte një mundësi që të bëje një muhabet apo të flisje diçka, se kishte shumë muzikë të lartë. Kjo gjë më bezdisi pak. Pastaj gjë tjetër ishte në rregull, edhe ushimet mirë, jo keq, po hajde se unë nuk është e ha shumë në darkë, edhe nuk e kisha shumë problem, thjesht për të argëtuar vajtëm. Tjetër, pastaj ishte edhe karnavalet në datën 10, që dhe atë nuk e bëra vlog, filmova disa pjesë, bëra një reels që është dhe në Instagram edhe në YouTube, e hodha atje, dhe kështu ja kaluam mirë dhe atje, nuk është se ishte ndonjë gjë e madhe, ndonjë karnavale e bukur, por e lezetshme, fëmijët argëtoheshin të paktën. Edhe kështu ja kemi kaluar, nuk kemi bërë gjë tjetër. Kam provuar 2-3 ditë që të bëj vlog, por nuk kisha motivin e duhur, se kam dalë goxha këto kohë, po përsëri nuk kisha motivin e duhur, nuk e di, sikur nuk po më pëlqente ajo që filmoja. Kështu që thash lere ta filmoj këto ditë tani. Sa mbarava se sistemuari të gjithë dhomën e gjumit, dhe thash që t'rregoja pak këtë balkon këtu, që
e kam marrë tek Lidli. Në fakt e pash, e mora në dorë dhe më pëlqeu dhe më tha vore do që ta marr si punë dhurate. E mirë thash, hajde. Dhe po e hap që të tregoj se çfarë ka. Janë këto 3 produktet këtu. Një krem duarsh. Ndërsa kjo është larës për duart dhe ky. Dhe tjetër është një sprite për trupin. Nuk është se është një firmë goxha e mirë kjo, se nuk është se Lidli mban ndonjë firmë wow të madhe, po thash hajde t'i provoj, t'i shoh se si janë dhe prandaj dhe i mora. Kanë aromë lulesh thot këtu, edhe kështu, këtë kutin ta marrë ta herë, se po më bezdis nga që nuk kam shumë vend, nuk di më ku t'i çoj këto. Kështu, nuk i kam provuar akoma se si janë, nuk e di dhe se si hapen këto, është e hapur. Ti shohin, unë për duar kam një të CeraVe, që është shumë e mirë si kështu, ndërsa këtë nuk e di e prisha. Mua në këtë periudhën e dimrit më thahen shumë duart, edhe kam vërtet nevojë për krem duarsh, pavarësisht se nuk jam shumë e rregullt, harroj. Edhe është gjithmonë mirë që kremin e duarve ta vendosim në darkë pasi të flem, se tani për shembull që i bëra unë duart, unë do filloj të laj në të pastroj dhe kështu që nuk është se do qëndroj. Por gjithsesi thash ta provoja këtu me juve, edhe nga aroma nuk e ka shumë të mirë, vjen si një sapun, si ajo aromi trandafirit, nuk është fare mirë. Gjithsesi, këtë do ta çoj te tualeti, edhe kjo besoj se një aromë duhet të kenë, kështu që nuk e di po do ta përdor. Kjo ka shumë alkool, nuk e di po është mirë që ta vendosësh në trup, sepse i vjen era direkt të alkool. Nejse, unë tash t'i provoja njerë, se si ishin dhe shumë të shtrenjta, ishin 14 euro më duke. Edhe gjithsesi këto janë. Tani do iki, tani ka radhën në tualeti që ta pastroj dhe pastaj do filloj direkt me pushim. Nuk e di sa më dëgjoni se kam ndezur atë që thithajrin kur gatuan, por doja që t'ju tregoja diçka. Një ditë isha me kushurinë e burrit dhe me ajlën e me fëmijët, kishim dalë, po binte shumë shi, donim të hanim nga një akullore. E mirë, pritëm tek ai lokali sa mbaroi shiu dhe u kthyem. Kur erdha në shtëpi aty jashtë, gjej këtë lulen. Këtu. Edhe thash, qa është kjo lule, kush e ka sjell, se unë nuk e kisha bler, në fakt kam ndaluar se bleri lule, se zakonisht më thahen, edhe nuk dua që t'i shtoj shumë, se pastaj është gjunafi, nuk është e mërrojnë. Kështu që u habita. Kur erdha brenda ishte burri, këtu tek shtëpia, edhe i them unë e mora në dorë lulen, po këtë lule kush ma ka dhuruar, se nuk e prisja nga burri, nga që kemi bërë një si punë prakti që unë nuk i kam qef tufat me lule kështu, se më duket një shpenzim për neve i kot. Edhe nuk është se i kam shumë qef, kështu që nëse dua për shembull, nëse është një fest dhe do të më bëj burri një dhurat, është më mirë që të blej diçka që mua më duhet vërtet dhe jo lulet që do thahen. Se zakonisht në për festa këto dyqanet që shesin lule dhe i bëjmë pak të shtrenjta. Kështu që për mua më duket shpenzim i tepërt. Edhe kështu.
E më tha mua ta kam blerë unë. Nuk më besoj. E thash unë sigur ti apo ma ka dhuruar ndonjë grua, ndonjë shoku të tij që e shikon e i japin çokollata për mua kështu. Dhe ju më tha mua ta kam blerë unë, tha se kishte vajtur që të blinte një ilaç për merimangat e për insektet. Nga që jemi në shtëpi private, kanë filluar dhe vinë goxha këtu te balkoni, 2 merimanga kemi gjetur edhe brenda. Kështu që Ajla i ka shumë frikë dhe jemi të detyruar që ta spërkatim shtëpinë. Edhe më kishte bler dhe këtë, kishte para atje tek dyqani edhe kishte thënë pse jo mos t'ia blej. Kam një merak sepse kjo vazhduar që është prej Shelqit është shumë e bukur, pavarësisht se unë s'e kam veshur paketimi. Është e vogël edhe duke u rritur këto lulet nga që janë shumë, kam frikë se mos më kalben, kështu që besoj se një ditë do duhen që ti ndash e ti çosh në për vazo të ndryshme, pak më të mëdha. E thash me vete, më hapi dhe një punë tjetër se unë nuk jam shumë për lule. U veshëm, me bëm gati dhe do ikim në supermarket, se siç u thash na kanë mbaruar shumë gjëra edhe na duheshin patjetër, kështu që këtu mbrapa është Ajla. Ja që Ajla? Edhe kështu po presim dhe burrin që të nisemi. Sa kemi ardhur në shtëpi dhe tani do t'ju bëjmë një supermarket tonë bashkë me Ajlën. Do bëjmë supermarket tonë? Ne. Hajde tani. Që janë këto? Banana. Banana? Do haj Ajla? Ne. Bravo. Po kjo që është? Pasta. Pasta? Makaronja? Ne. Ne. Për i të ranë këto. Qa është kjo? Salsa. Po kjo qa është? Salsa. Bravo. Kjo është mami sheqeri. Ka marrë një sheqer stevia, sepse kam lexuar që kjo është sheqeri më i shëndetshëm dhe këtë duhet që të përdorim. E mora ta provoj një herë për kafen. Kjo? Pasta. Kemi marrë dhe disa pako makarona. Pasta. Grazie. Kjo? Cipa. Kripa. Cipa. Gripa. Bravo, kripa. Kjo është quinoa. Quinoa. Këtë quinoa, sepse na pëlqeu shumë, sidomos burri e preferon shumë. Edhe është në përfundim, ajo është bleva radhën e parë që la tregova. Ka tjetër? Qa ka është? Pasta. Do t'i tregoj të gjitha. Po kjo? E buka. Pite për, sepse i ha dhe Ajla edhe bëjmë do një herë kështu si suflaqesh. Qa është kjo? Muja. Muja është qumshti. Gala. Ne. Bravo. I thot muja se ne vogël nuk do të ta pinte qumshtin dhe ne i tregonim më të lopën atje dhe kështu filloi dhe dashuria për qumshtin. Qa është kjo? Kasi. Bravo. Po kjo? Uj. Uj? Apo vaj? Vaj. Vaj. Kemi marrë dhe 2 kështu bidona se nuk i ngredo të 2 me vaj sepse ishin bërë shumë me ullje. Vaj. Ishin bërë shumë me ullje se kishin vajtur nga 18-99, kishte vajtur vaj 7-99 apo 8-99, diçka e tillë. Goxha lirë dhe tham 2 që kishin ngelur të fundit i morëm ne. Këto ishin dhe gjërat që kemi marrë, mori dhe Ajla 2 gjëra kështu që preferonte. Kam marrë dhe unë 2 snack, por e kam për videon që ju kam thënë që do bëj. Edhe këto ishin gjërat që mora. Edhe kështu, sot u tregoj Ajla këto çfarë blem, të gjitha. Edhe kash, tani nesër është pazari dhe kam për të bler dhe gjërat e tjera. Prandaj nuk mora shumë fruta, sepse kemi shumë mungesë frutash, por do t'i marr nesër. Më mirë në pazar, janë më të mira atje. Edhe kështu. Qa ka? Do vesh tani të lozësh me Minion? Të lofta foto. Do të bësh foto atje? Ne. Në rregull.
Nëse. Po të regojnë ndyshe se nuk e shikon. I erdhi fundi dhe kësaj video, mos harroni që të bëni subscribe dhe like. Ne do shihemi në videot e tjera, mirupafshim.